Tiziana, cili është halli i përbashkët i çdo goce në planet pas plazhi? Mamos lëku! Mamos lëku, tani, unë kam mbaruar plazhin. Ka një muaj Një muaj, po. Dhe të thash që dua vendin më të mirë në Tiranë për të bërë epilime lazer. Tani ti e di që unë gjithmonë zgjedhjet e mia I kam të sakta dhe nuk gaboj kurrë. Dhe vendi që do të sjell kam provuar, unë kam provuar shoqjet e mia është nuk ke për të pasur më asnjë shime në trupin tënd. Del garant. Garant, u azra me jetë. Okej. Do t'i shoh unë, do t'i vëzhgoj unë të gjitha me detaje. Okej. Kështu që pa merak, Jam gati. Hajde. Shife ku t'kam të sjellë. Tani kjo është kartela jote, okej? Do shkruaj me emër, adresën, numër telefonit, trajtimin, çdo herë që do bësh seancë lazer. Kjo është e thjeshtë, do të nuk është shumë e komplikuar për ta Nuk e kuptuar. me këtë se ishte nuk është ardhur me ty që do vetë. Wow, të që ka dhe bukur mi. Do të prekin ty me dorë pa siguruar unë një herë, moj. Sigurt. Ua. Tiziana, konkurrentja e më e re. Kam sjell shoqen time nga eksperiencë. Është i rehatshëm? Po, është i Se kjo do të jetë 10-10, domethënë gjithë gjë do të jetë shumë mirë se shoqja ime do të jetë shumë e kuruar. Tani, ideja është që do t'i bëjmë lazerin se shikoj pak Më bullizoj. Jam bërë qimet që të kruash dorën. Shikoj pak. Ka një... Hajde. Wow. Tani parë se të nisi, mund ta di pak çallë i lazeri përdorim? Në klinikën Siluet ne përdorim lazerin Aleksandrit Candela Gentle Max Pro. Ua, po kam shumë për këtë, moj. Më ka thënë që është numër 1. Ky është lazeri numër 1 në botë. Një ndër funksionat e tij më të rëndësishme është edhe largimi I onikomikozës, që ndryshe ne I quajmë mykur I thonjve. Ka si funksion tjetër edhe hiperpigmentimin duke eliminuar atë, kapilarët e gjakut të zgjeruar duke eliminuar dhe duke pasur një lëkurë më të shëndetshme. Ideja është që ky lloj lazeri përdoret për çdo lloj lëkure dhe tip ngjyre? Po, është e vërtetë. Përdoret për të gjitha tipologjitë e lëkurës dhe për të gjitha tipologjitë e qimeve. Edhe për ty që je shumë e zezë. Dhe shkanda. Po, sigurisht, sepse ne e trajtojmë energjinë, dhe frekuencën dhe shpejtësinë e goditjes së qimeve. Duhet shmangur ndonjë krem ose ndonjë diçka para se të bëjmë Po, lazerin? para se të bëjmë seancën, nuk duhet të përdorim asnjë krem vetënxirës, as solar 2 deri në 3 javë para. Edhe në rastin kur kemi motin më të nxehtë, në rastin e stinës së verës, duhet 2 dhe 3 javë para që nuk mos jemi pigmentuar ndaj diellit. Unë jam rregull se kam një muaj që kam mbaruar plazhin. Edhe mbas seancës së lazerit duhet të jesh deri në 10 ditë jo ekspozuar në diell. Mirë, tani prit se kam mbaruar. T'jap një skanim vendi Po, sigurisht që po. kristallin gati, okej? Sigurohet që unë të marrë shërbimin më të mirë. Ko të bën sikur s'më do, se thellë më do, më ka xhan. Kjo certifikata ka qenë 2022, 2025, 3 vite, mirë, pas eksperiencë. Çan këto me? Zmadhim, zvoglim çan këto. Duket sterilizuar, a? Wow! Kjo që ka shumë zmadhu, se këtu duket çdo qime. Pas kam nevojë për lazer vetullash. Je mirë ti rehat aty. Pasha. A jeni gati? Pa. Dajmë pjesë barabarta këto? Po. A do të djegi se e kam që me frikë. A do t'i dëmbi? Jo, patjetër që jo, pasi Aleksandrit Candela Gentle Max Pro ka dhe sistemin e tij të ftojes. Okej. Dhe je Është fresko. Se tash t'i bëja unë që kështu prandaj për mbajtë të ndorë, t'i bëja fresk, pas ka nevojë, mirë. Ti e shishi këto. Ftohtimi? Kujdes. Oke, ndërë ti Tiziana. Pa. Bëj çik flokët, bëj çik. Fin. Gati? Po, Tiziana gati? po, gati edhe unë. Dhem? A nise moj? Uaj, pas ka nisë moj. Nuk dhem! Tash që s'dhem! Së bën kot kjo, me. Jo mëse e shtypa jo aty. Me shiko. A do djeg? Ande dhem? Jo. Unë ka thënë që lazer I djeg. Po, është I mirë, moj, nuk të djeg. Është I fundit, sa ka e gjove. Apo ka nevojë, a? Ka nevojë?
moj. Moj, ka zënë gjumi ty. Ma mbaroj. Të shëndet, të dashur. Ma, si bërë që bebi, ma. A me atë që se kisha aq keq. Edhe kjo është për traduktuar në nxehtësinë, nëse ke marrë në nxehtësi. Sa ftohtë. Tani që do bëjmë? Unë dua të heq zgjedhje. Aman më motër se son Po sigurisht edhe për pjesën e aksilës, kandela funksionon shumë mirë. Hiqe, bëj rov, besohem që e son, morëm rrugën deri këtu. Të lutem digja, zhdukja leshin e sqetullës se është bërë si flokët e mia, zhdukja. Jep. Je gati? Pa, tani që s'dhim të hiqit gjitha, si s'ka gjë. Ua, ndjen këtë erën? Leshi jot pra flokët e mia. Jo, është e era ku përgjith mami pulën. Sa nostalgjie. Kam po ma ngrën pul. A ndjen dhimbje? Jo. Je mirë maj. Po, më nuk Mbaron. bën. Ti ke prom? Baroj? Po, mbaron. Si baroj? Të shëndet, Kristel. 5 minuta? Po, efektiv. 5 minuta gjitha. Po sa kena kokën, më kur baroj? Baroj maj. Mbaroj. Je lirë t'ikësh. Mbaroj. Po bële tjetër se gjuna. Ua, shqy, sa i kisha shumë siklet kur jepja tjerëve Moj, tani peshon 2 kg më pak. Faleminderit. Faleminderit shumë ju që erdhët dhe mbes shumë shefi që Po, do të Kristall cilë është dhe e kosat kënaqur. e tjera se e provova njërën edhe Po dojë ti, një sukses. çfarë mund ka ajo të eksperimentale? Edhe të pëlqeu, je më mirë. Pa Po zë tani kam qef të prek tani. Për ke këmbën. Faleminderit shumë. Ne shumë të sjellshëm, shumë të mirë edhe shërbimi 10/10. Hamaj, Asë kënaqe. këto harrova u bra me reflekse tani. Po, hajde, visho.